Donald Trump ka nisur të kërkojë publikisht një strategji dalje nga lufta me Iranin pas deklaratave për arritjen e parakoshme të objektivave. Kështu pretendon prestigjioza Wall Street Journal në një analizë ku thuhet se presidenti amerikan i trembet efekteve katastrofike në ekonominë globale dhe po kërkon të shmangë një luftë të stërzgjatur si në Irak. Kjo qasje u pasqyruar menjëherë në bursa ku çmimi i naftës shënoi rënje pas deklaratës së tij se lufta mund të përfundojë shumë shpejt. Kjo qasje ka krijuar një krizë të thellë diplomatike mes Washingtonit dhe Tel Avivit. Gazeta Times of Israel flet për mosmarrveshje domethënëse mes administratës Trump dhe qeverisë Netanyahu, pasi kjo e fundit kërkon me ngulm zgjatjen e konfliktit deri në çmontimin e plotë të regjimit iranian. Analiza nënvizon se Izraeli po nxiton të shkaktojë dëm maksimale infrastrukturore duke u friksuar nga një tërheqje e parakoshme e mbështetjes ushtarake amerikane. Po ashtu e përditshme izraelite shkruan se së shpejti Trumpit do t'i duhet të zgjedhë mes luftës dhe ekonomisë.